Të gjithë habiten me shuplakën që mori Macroni nga gruaja. Kush nga ju e ka para të shuplakën që mori Macroni dje nga gruaja e tij, pra Macroni, ministri i parë i Francës. Por unë do të tregoj një histori konspirative që ja vlen, që ta diskutojmë, që të kuptojmë se në çfarë bote jetojmë dhe kush drejton. Janë teori konspirative, kështu që le t'i marrim si histori metropolitane. Kush është rastisht, le t'i bëj like faqes shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Dhe doja që t'ju ndriçoja pak në disa teori konspirative. Macroni së bashku me gruan e tij thuhet që janë njohur 30 vite më parë. Ajo ishte docente dhe ky ishte studenti i saj. Ata kanë mes njëri tjetrit mbi 20 vjet diferencë, 24 vjet. Dhe tregohet që mes tyre lindi dashuria e madhe dhe ajo tregon që i duhej kohë që ajo të përgatiste fëmijët dhe familjen e saj që t'u tregonte dashurinë që kishte. Por ka një problem. Sipas francezëve, pra gazetar francez dhe të shërbimeve sekrete siç thuhet, disa nga shërbimet sekrete, mendohet që Brigitte, pra gruaja e Macronit, nuk ka qenë kurrë e martuar. Dhe tregohet që martesa që është sajuar, që padyshim ata thonë që është një martesë e sajuar që nuk është ajo, pra nuk është ajo në martesën që është bërë me Luisin, sepse është pak komplekse. Allora, atëherë tregohet që Brigitte është martuar me një tip, me një Luis dhe bëri dhe fëmijë. Dhe por firma, pra kaligrafia, nuk është e saj, kur kanë firmosur në momentin e martesës. Dhe ka disa teori ku thuhen që Brigitte mori identitetin e motrës së saj. Pra nuk ishte Brigitte, por është e motra ajo që ishte martuar më përpara. Dhe Brigitte duhej që të ishte atëre pse duhej që të dukej e martuar? Tani po ja u tregoj. Do t'i tregoj disa sekrete, për shembull, a e dini se në disa vende, në disa shtete, përpara se të bëhet një ministër, pra një ministër i parë, i lidhin disa tipa, i lidhin që ai të jetë i martuar, i lidhin një grua, po. Bile ka patur raste që ai pa e kuptuar, pra ministri, i thonë merr këtë se ti pa martes nuk mundesh që të shkosh, pra një ministër pa grua nuk mund të jetë. Sepse për botën, për njerëzit, për popullin ka siguri, ka familje, ka respekt. Nuk e di më kuptoni apo jo. Pra, në një farë mënyre e detyrojnë atë njeri që ai të martohet me një. Dhe kush janë këta që e detyrojnë, ose e këshillojnë që ti ta marrë, sepse ata nëse të këshillojnë thonë me këtë kuptim që ti nëse do ta bësh mirë, nëse nuk e bën, nuk bësh dot ministër. Kështu që ti nëse ke ndërmend që të bësh ministër, je i detyruar të martohesh. Mirë po, nëse këta të detyrojnë të martohesh, pyetja është me kë? Kush është ai njeri, pra ajo grua që ata të martojnë? Edhe për këtë ka teori. Thash, në çdo vend të botës mund të shikoni se kush janë këto gra, nga vinë, çfarë backgroundi kanë, çfarë feedbacku kanë dhe ku kanë punuar, me kë kanë qenë, etj. Nuk dua të flas shumë sepse nuk dua të flas shumë. Por ne do përqendrohemi tek Macroni me gruan. Tregohet thash teori konspirative, tregohet që Brigitta nuk është ajo që thuhet, por është e një familje masonësh, një familje tepër e fortë masonësh. Dhe ajo, duke qenë një grua, nuk mund të ishte ajo si, me një fjalë, ishte menduar që të ishte ajo si ministre, të futej në rrugën e politikës etj. Por për të bërë ndryshimin e madh të Francës, duhej një fytyrë e re, duhej një njeri i ri. Dhe duhej të ishte plot entuziazm, ashtu siç është Macroni. Dhe kjo, pasi bën gjoja sikur u dashuruan dhe e lidhen ata që thanë që ta lidhnin,
ata që e detyruan, e përgatitën. E përgatitën për një kohë të gjatë, ashtu si përgatitën shumë njerëz në të gjitha vendet e botës. Madje edhe këtu në Itali. E përgatitën për shumë kohë të gjatë një njeri dhe megjithatë doja të thosha që kjo ndodh gjithandaj. Pse ndodh kjo? Sepse duhet, me fjalë, ata edhe ndonjëherë edhe provojnë. E provojnë, me fjalë, nëse ti arrin deri diku, sepse ka patur raste që të çojnë deri diku, ti me fjalë thua, unë mund të bëj çfarë thoni ju, po prit pak tani. Nga momenti që thua prit pak, ose të shkatërrojnë në mënyrë politike, ose në mënyrë financiare. Pra, në një farë mënyrë je i detyruar që të ndjekësh një projekt. Pse ky? Sepse tregohet që në të gjithë planetin, në çdo vend të botës, ka një grup njerëzish që lëvizin ose vendosin politikat e tyre. Pra ata vendosin politikanët e tyre në politikën e tyre. E përsëris, vendosin politikanët që ata kanë dëshirë, ose ata, në momentin që të vendosin, ti je i detyruar që ti nënshtrohesh disa urdhrave, jo disa, por të gjitha urdhrave, por e zëm sikur të jenë disa urdhra. Ti je i detyruar. Dhe nëse ti nuk e bën, je jashtëloje në të gjitha mënyrat. Dhe nëse këta vendosin, këta kanë në dorë monopolin, kanë në dorë politikën, në mbar botën, kanë në dorë mediat, kanë në dorë çdo gjë. Këto që po ju them unë, përveç se kemi fakte të pakundërshtueshme në të gjitha shtetet e botës, por ju mjaft që të shikoni edhe se si shkojnë gjërat. Pra, ka disa politikanë që çfarë thon sot nuk thon nesër, sepse ata kanë dëshirë që të ndryshojnë kur janë aty, por u vjen urdhri nga dikush tjetër dhe janë të detyruar që të ndryshojnë. Pra, të vendosin një urdhër të ri sipas diktateve që ata kanë. Po ta shikoni që nga Greqia, deri këtej, për shembull në Greqi, doja t'ju thosha, Tsipras, për shembull, pse hoqën Tsiprasin? E dini? E thjesht, sepse ata donin që të kishin këtë kontrastin, sepse është e qëllimshme kontrasti me Shqipërinë dhe shqiptarët. Që nuk e kam me askënd këtë, por është e detyrueshme, sepse ashtu janë gjërat, ashtu janë punët. Dhe ky kontrasti çfarë do të thotë? Që të ketë gjithmonë një përplasje, që mos të ketë asnjëherë një aleancë, sepse u nevojitet atyre të mëdhenjve, u nevojitet që Shqipëria të mbetet për herë ajo që ka qenë në atë formë dhe atë status siç është. Shiko, vireni re, gjithë vendet rreth kanë bërë zhvillim dhe kanë ecur përpara dhe po ecim me hapa gjigant, shikoni Kosovën për shembull, me hapa gjigant, që lindi në vitin 2008 si shtet. Kurse Shqipëria ka rindur në vitin 1112 dhe ende gjendet në atë status. Pse? E keni pyetur veten pse? Sepse këta miqt thuhet që aty bëjnë çfarë të duan, pastrojnë çdo gjë dhe rregullojnë çdo gjë. Pikërisht për aty në Shqipëri. Dhe tregohet, këto janë histori konspirative. Por po thoshja Tsipras, pse e hoqën? E hoqën sepse ai nuk donte që të kishte kontrast me shqiptarët dhe Shqipërinë. Bile Ngjela thot një fjalë, pash një intervistë që kishte bërë Ngjela, dhe thot një fjalë që më ka mbetur në mendje, që ai kur e takoi e pyeti çfarë mendimi ke për Shqipërinë, tha, edhe për shqiptarët. Unë jam shqiptari, tha ai. Jam gjak shqiptari. Mbiemri im është Rakia. Pra nuk është Tsipras. Tsipras që do të thotë në gjuhën greke do të thotë Raki. Por ai thotë që familja ime e ndryshoi mbiemrin, por ne e kishim Rakia dhe jam me origjinë nga Shqipëria dhe unë nuk mund të shkoj kundër vëllezërve të mi, kundër gjakut tim. Këto janë deklarata jo publike dhe nëse ai e ka thënë me shqiptar, si në këtë rast për shembull me Ngjelën, unë jam i bindur që e ka thënë edhe në situata të tjera, në vende të tjera, dhe ata e din dhe normal që në këtë sa po kanë marrë vesh këtë, e kanë hequr, pra e kanë eliminuar, sepse për shembull edhe Tsipras u përgatit në Gjermani, nga Gjermania çua në Amerikë, bëri një stazh 2 vjeçar, 3 vjeçar dhe pastaj u bë ai që u bë. Pra e përgatitën. Mirë po, siç ju thash dhe më përpara se nga këtu lindi
biseda, që ka raste ndonjëherë që do kushtot jo, unë këtë nuk mund ta bëj dot. Okej, nuk e bën, heqin. Pra, e njëjta gjë që ndodh me Macronin. Të gjithë janë të skandalizuar tani sepse e shoqja e qelloi me shuplak. Sa herë ka qelluar ajo me shuplak, sepse Macroni është i vogël, është 24 vjeç më i vogël. Dhe ajo përveç se ai është më i vogël, por ajo dominon mbi Macronin. Për shumë arsye, dominon sepse është e një familje mbretërore, dominon kontesh, dominon sepse është më e madhe dhe mbi të gjitha dominon sepse është masonike, pra e një familje masone. Ajo e ka vendosur aty dhe ai duhet bëj ashtu siç thot ajo. Pra, nëse ndonjëri mendon që ndoshta kishte ndonjë fjalë që ai tha ndonjë stewardese apo ndonjë ku ta di unë, pak rëndësi ka. Rëndësi është gjesti që ajo grua ushtron mbi atë që është një figurë në radhë të parë, është figurë botërore, jo vetëm franceze, por mbi të gjitha tregon si mund ta them unë, padronancën ose karakterin, jo karakterin, por dominimin që ajo grua ka mbi këtë njeri. Dhe nga këtu kuptojmë se në çfarë bote jetojmë. Tani, nuk është se është, se ndonjëri nga ju do thotë, okay, vetëm, po ndodh, është një rasti. Jo, sepse ndodh kudo. Disa bëjnë gjëra sikur dashurohen, sikur e duan burrin, për shembull disa nga këto gra, i afrohen burrit sikur e duan, mirë po ajo ka një pikë synim. Bile quhen spionët e heshtur. Po, quhen spionët e heshtur sepse nuk flasin kurrë, nuk e tregojnë kurrë. Kur të vi momenti që ata do shkojnë në destinacion, vetëm atëherë do shkojnë ta thonë atje tek ata që e kanë vendosur aty. Pra, ndoshta ndonjëherë edhe burri është anasjellta, se burri me gruan. Por zakonisht ja vendosin burrit një grua që është ajo e stilizuar ose e vendosur nga këto grupe. Kështu që nëse dikush nga ju skandalizohet shikon këto shuplaka, nuk është asgjë. Me fjalë nuk është gjë e re. Por është e njëjta gjë që ndodh në çdo vend të botës me të gjithë liderat e botës, në një formë apo në një tjetër. Këtë doja t'ju thoshe, pres tani komentet tuaja dhe si gjithmonë kush është rastësisht t'i bëj like faqes shihemi sërish dhe tani punë të mbar, ju përqafoj.